أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Amma ba'd, falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të ciklit ligjëratave të sabahut, ku jemi duke shkoqitur ajete kuranore, të cilat ajete po mundohemi që të nxjerrmi prej tyre mësime dhe porosi, thjesht mos të lexojmë, do thotë kalimthi, por që të meditojmë rreth tyre. Sot I kemi dy ajete nga sura Yunus. Ajeti I parë është ajeti 26 I kësaj sure, ku Allahu Azza wa Jall tha lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Atyre që bojnë punë të mira, I takon shpërblimi edhe më shumë se kaq. Wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhilla. Ata që bojnë punë të mira, ata asesi nuk I mbulon pluhuri I zi, as në çmimi këtë botë dhe botën tjetër. Ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Ata do të jenë banorë të xhenetit dhe të qëndrojnë në të përgjithmonë. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor ka treguar që ai I cili është vepër mirë, ai I cili është fjalë mirë, ai I cili vepron drejt dhe largohet nga keqja, ai meriton shpërblime nga Allahu Azza wa Jall, nga se të paktën ata që bojnë mirë. Për atë arsye, ulemat kanë thonë që el jaza'u min jinsil amal. Vepra apo shpërblimi vjen sipas llojit të veprës. Andaj punë të mira, jeton si musliman, vdes duke qenë fjalë mirë, me lejen e Zotit xhallahu ala, Allahu ka me shpërblime xhenet, do thot ahsanul husna, me shpërblim më të mirë. E shpërblimi më I mirë është xheneti I Allahut Azza wa Jall, në të cilin ka gjëra që syri I njeriu nuk I ka parë, veshit njeriu nuk ka dëgjuar për to, e as mendja njeriu nuk I ka shku në mend që ka kaq gjëra të bukura. Wa ziyada, kanë thënë ulemaja, a ka diçka më të madhe në xhenet se begatitë e xhenetit, ushqimi, pija, kështu me radhë? Përderisa Allahu ka thënë lilladhina ahsanul husna wa ziyada, për ata që kanë bën mirë, Allahu I ka shpërblen me të mira edhe me diçka shtesë, që kjo shtesë, ka thënë ulemaja, është se Allahu I nderon ata që janë në xhenet, jo të gjithë, me shikim në fytyrën e Tij subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ka sqaruar pejgamberi në hadithin e Imam Muslimit nga Hamad ibn Salama, e ky nga Thabit al-Bunani, nga Abdurrahman ibn Abi Layla, e ky nga Suhejbi, se pejgamberi ka thonë: "Idha dakhala ahlul jannati al-janna", nëse apo kur hyn banorët e xhenetit në xhenet, qal yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allahu azza wa jalla, turiduna shay'an azidukum, apo doni t'ju shtoj të mirat apo diçka shtesë, falam yaqulun, thojnë banorët e xhenetit, alam tubayyid wujuhana, o Zot alayhi salam, a nuk na ke ndriçu fytyrat tona, alam tudkhilna al-janna, a nuk na ke fut në xhenet, wa tunajjina min an-nar, dhe na ka shpëtuar nga zona e xhenemit. Qal fa yakshifu al-hijab, Allahu azza wa jalla largon perden, fama utu shay'an ahabba ilayhi min an-nadhri ila rabbihim jalla wa ala. Dhe ata nuk kanë diçka që kanë përgatitur në xhenet më të mirë se me shikuar në fytyrën e Allahut azza wa jalla. Dhe pejgamberi e lexoi fjalën e Zotit lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Për ata që bojnë punë të mira, ka shpërblim të mirë, por ka dhe shpërblim shtesë. Ai shpërblimi I shtesë është për qëllim shikimin e fytyrën e Allahut azza wa jalla.
Për ta njerëz përpos se ka kësi shpëllime, wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhilla. Këta njerëz nuk do të pluhrosen nga pluhurizi dhe nuk do të nxjihen fytyrat e tyre ditën e gjykimit. E as nuk do të jenë të nënçmuar fytyrat e këtyre njerëzve. Se këta njerëz këtë punë që kanë bërë kanë bërë për Allah, për çka ditë. Për arsye Allahu tha: "Fawaqahumullahu dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura." Allahu azza wa jall sharra dhalika al-yawm, fawaqahumullah. Allahu i ka ruajtur nga sherrri dhe dëmi i kësaj dite. Nxirja e fytyrave, nënçmimi, edhe i ka dhënë aty në ndryshim, edhe gëzim. Dhe ashtu Allahu tha: "Wujuhu yawma idhin musfira dhahikatan mustabshira." A di do të ketë fytyra të shkëlqyera, shëndritura, duke qenë të buzëqeshura edhe të përgëzuara nga Allahu azza wa jall. E pastaj Allahu tha për ta: "Ulaika ashabul janna hum fiha khalidun." Thotë ata kanë me qenë xhenet për gjithmonë. Dhe normalisht kush shkon në xhenet dhe i përcaktohet më ne për gjithmonë, thotë persona të tillë nuk kanë qef që me dalë më asnjë nga xheneti. E para prej dobive është që besimtarët e sinqertë, të cilët do të futen në xhenet, prej begative më të mëdha që do t'i përjetojnë xhenet, është begatia kryesore e xhenetit, që pa to s'ka kuptim edhe hyrja në xhenet, kanë thënë ulemat është shikimi në fytyrën e ndryshme të Allahut azza wa jall. Dhe këtu do thotë ka ixhma tek ehli sunna wal jamaa, duke u bazuar në ajetin e surën Al-Qiyama, dy ajetet: "Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." Wujuhu yawma idhin nadhira. Ka ditë fytyra që do të shkëlqejnë, nga se do të shikojnë ato fytyra në fytyrën e Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall është prej emrave të tij të bukur që Zoti është mirënjohës, Ash-Shakur, Ash-Shakir. Është mirënjohës Allahu azza wa jall për punën që e bën robi vet. Dhe Allahu azza wa jall është problem me të mirat, më të mirat në xhenetin e tij xhelalu ala. Gjithashtu argumenton ky ajet kuranor se ekziston, do thotë, ringjallja dhe llogaria e punëve të mira dhe shpërblimi i punëve të mira është xheneti i Allahut azza wa jall. Dhe normalisht ajeti na nxit që të bëjmë mirë në mënyrë që të arrijmë të mirësia më e madhe, do thotë pasojë e xhenetit është shikimi në fytyrën e Allahut azza wa jall. Ata të cilët privohen nga kjo, normalisht ata ndoshta nuk mund edhe t'ja dinë lezetin begative të xhenetit. Ajeti vim në surën Yunus është ajeti ku Allahu tha: "Walladhina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ata të cilët kanë bërë keq, le ta dinë që keqja është vërtet me dënim, me një. Do të sipas llojit veprës vjen edhe ndëshkimi. O të rëhakum dhilla, ata për shkak mëkateve që i kanë bërë kanë me përjetu për ullje dhe në shmim fytyrës së tyre, ma lahum min Allahi min 'asim. A ditë ku nuk ka kush i mbron ata nga Allahu azza wa jall, ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima. Dhe fytyrat e tyre do të jenë aq të nxirra, do thotë që nxirja e tyre i ngjason natës e rrët. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ata njerëz do të jenë banorë të xhenemit edhe kanë me qenë në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Andaj pasi që Allahu azza wa jall lajmëroi për njerëzit e sinqertë, për ata që bojnë mirë, dhe lajmëroi që për ta, do thotë, ka xhenet, tregoi edhe për palën e kundërt, llojin e dy njerëzve, ata të cilët bojnë keq, do të kenë fytyra të nëshmuara, nuk do të shpëtojnë nga dënimi i Allahut azza wa jall, dhe fytyrat e tyre do të nxihen sikurse errësira e natës e madhe, dhe ata do të hyjnë në xhenem dhe do të qëndrojnë to për gjithmonë, Allahu na ruaj. Andaj es-sayyi'at, ka thënë ulemaja, është për qëllim në këtë ajet kufri, normalisht kufri i cili e nxjerr njeriu nga feja Allahut azza wa jall. Ndërsa jaza'u sayyi'atin bimithliha, Allahu është problem të keqër apo ndeshkon
me njëjtën monedhë të keqës, është për qëllim që jaza'u shirki an-nar. Shpërblimi i shirkut është xhehenemi, Allah na ruaj. Dhe normalisht nuk ka mëkat më të madh se sa shirku dhe nuk ka dënim më të madh se sa xhehenemi. Dhe dënimi vjen në sojë të punës së keqe që do thotë e kanë bo njerëzit, Allah na ruaj. Andaj do të kenë fytyra të përulura të nënshmuara atë ditë ku të shohin dënimin e Allahut Azza wa Jall, dhe normalisht do të kenë fytyrat e do thotë portokë për shkak frikës së madhe që e kanë nga Zoti xhallahu ala. Ma lahum min Allahi min asim. Atë ditë nuk ka kush mi mbrojt nga dënimi i Allahut Azza wa Jall për shkak se nuk kanë qëndruar, do thotë të ikë në fenë Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu Azza wa Jall i dha fytyrave të tyre do thotë errësirë si errësira e madhe e natës. Jo me të bjetu wujuhun wa taswaddu wujuh. A ditë ka fytyra që zbardhen dhe ka që nxihen. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Sa për këtë atyre fytyrave që ju nxi, Allahu Azza wa Jalla thotë keni bu kufër pas imanit, andaj shihoni dënimin për shkak kufrit që keni bu. Dhe normalisht këto do të përjetojnë ata që thotë janë جهنم لذا أتشكن بكفر هذا الشرك الله نروي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فضل الله نسون زمر أديت لجوكيمت كم يبقى في تورة أتورة شكان جنيو پر الله عز وجل كان رايت شدود كان في تورة تنزيرة normalisht جهنم është për mendje mdhajt. Dhe këto fytyra i shoqërojnë xhenemlit që nga momenti kur ngjallën dhe dalin për Allahut Azza wa Jall. Nëse Zoti tha, ju raful mujrimuna bisimahum. Zullumçorët kanë njohur sipas sinjaleve edhe shenjave të tyre. Normalisht atë ditë ata do të kenë shenja të trishtueshme dhe ajo që është më e keqja më e rënda për ta është se do të jenë përgjithmonë në xhenem, Allahu na ruaj. Prej dobive që i kanë nxjerrë ulemoja në këtë ajet është se Allahu Azza wa Jall ka përmbledhur dhe ka caktuar edhe nxitjen edhe kërcënimin. Sa i përket nxitjes, i kanë nxit njerëzit me bëu mirë, se për ta ka dy shpërblime. Shpërblimi i parë është këto ato lezetet e shpërblimeve, i dytë është gjigant, është shkimin e fytyrën e Allahut Azza wa Jall, me tregu njerëzve që duhet me jetu njeriu mes frikës edhe shpresës. Të dyja çështje me shku paralel. Për të arsye Allahu tha: "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin, faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Ne nuk e kemi dërguar Allahu thot pejgambert, ndryshe vetë si përgëzues edhe çortues të rrethës vreqës. Kush beson edhe premësohet, për të nuk do të ketë frikë, as nuk do të ketë pikëllim, as këtë botë, as botën tjetër. Andaj kështu duhet me qenë edhe roli i hoxhës që duhet me përdorë metodologji thirrjes edhe me i kërcënu me dënim njerëzit, që ka të ceka Allahu Azza wa Jalla, po edhe me ishti njerëzit me pas, do thotë mendim të mirë për Allahun edhe me pas nxitje për punë të mira. Ajetin e fjalës gjithashtu na tregon që pohohet peshorja e punëve të këqija dhe kujt ja mund peshorja e punëve të këqija raport me punët e mira për to xhenemi, Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla tregon që Allahu është i drejtë edhe me zullumçorët. Nuk i dënon më shumë e as më pak varësisht zullumin që e kanë bërë. Nga sa Allahu Azza wa Jalla tha: "Men amila salihan falinafsihi, wa man asaa fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Kush bën punë mirë e ka për veti, kush bën keq edhe ato e ka për veti. Allahu nuk i bën padrejti askujt. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka treguar që të gjithë ata të cilët në këtë dunjë, do thotë i kanë marrë idhujt e tyre, Zoti jashtë Zotit, këta idhuj që ata i kanë adhuru ditën e gjykimit, as nuk kanë mundësi me ndërmjetësu, as nuk kanë mundësi me i shpëtu nga dënimi i Allahut Azza wa Jalla. Fjala as-sayyi përdoret në Kur'an në disa çaste, do thotë përdoret kanë edhe formë kufrit. Për shembull Allahu tha: "Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Këtu do thotë ka ardhur sayyi mëkati, do thotë në shprehjen edhe kuptimin e kufrit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që
ka mundësi me ardhë shpreja seje si gabim, do thot për qëllim për mëkatin e madh. Për shembull rastin e gjunait se popullit lutet, Allahu tha, do thot duke treguar që kenu ya'maluna sayyi'at, kanë bërë punë këqija. E këtu sayyi'at është për qëllim, do thot ai mëkati që ata kanë vepruar gjatë periudhës apo jetës së tyre. Kanë ka ardhur si për qëllim gjunat e vogla. Allahu azza wa jalla in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nadkhulukum mudkhalan kabira. Nëse largoni gjunat e mëdha, do thot atëherë Allahu ka më fal gjunat e vogla dhe normalisht kam ju fut në xhenetet të ndershme dhe të begashme Zoti xhallahu ala. Pra kaq ishin për sot. Zoti na mëson që të agjërojmë ditët që kanë mbet, ato që kanë kaluar inshallah Zoti na pranon. Ai e di më së miri. Alhamdulillahi rabbil alamin.